Atëherë, përshëndetje të gjithëve, është vërtet kënaqësi që t'jem këtu me ju në këtë program festiv, ku në nisje të një viti është një moment ideal për të reflektuar pak për mënyrën se si e kemi mbyllur vitin dhe për t'i dhënë vetes një mundësi të re për një fillim më të pastër. Gjithmonë duke ndjekur dhe një mirë ushqyerje. Unë jam Martina Çobo, jam mjeke nutricioniste dhe okuliste dhe patjetër që sot do ju jap disa mesazhe të thjeshta për mënyrën se si mund të kujdeseni për ushqyerjen tuaj dhe patjetër edhe për syt. Ndaj, patjetër që doja që ta nisja me një fjali të thjeshtë, që shëndeti nuk është një sprint, por është një udhëtim shumë i gjatë dhe unë kam përgatitur 5 këshilla për t'i pasur në mendje në mënyrë që të përmirësojmë sado që t'jetë mundur shëndetin tonë. Në rast të parë, ushqeuni në mënyrë të ndërgjegjshme, jo vetëm shumë, por sakt. Sigurisht duhet të bazohemi në ushqime të vërteta, sa më natyrale dhe sa më larg ushqimeve të procesuara. Patjetër që në vrullin e jetës tonë të përditshme ndonjëherë ne bëjmë zgjedhje të shpejta ushqimore, por duke u kujdesur për dietën tonë, ne duhet të garantojmë që të marrim ushqimet më të mira. Së dyti, lëvizni çdo ditë qoftë edhe 20 minuta. Studimet tregojnë që nuk është e domosdoshme që ne të bëjmë palestër. Sigurisht, kush ka mundësi dhe kohë është gjëja më e mirë për trupin, por edhe sikur ne të plotësojmë të paktën 20-30 minuta hapa çdo ditë, është një mënyrë fantastike për të stimuluar muskujt. Këshilla e tretë është nga unë si okuliste, kujdesuni për syt, pushime të shkurtra dhe dritë e duhur. Sot jeta jonë ndërtohet mbi ekranet, ne punojmë me ekrane, argëtohemi me to. Kështu që pushimet e shkurtra është rregulli 20-20-20, pra çdo 20 minuta bëni një pushim 20 sekondësh duke barë në një distancë për 20 metër, kjo gjë do ju ndihmojë. Këshilla e katërt është menaxhoni stresin me teknika të vogla për të qëndrueshme, ndoshta një ecje, për ju që keni qenusha apo kafshë shtëpiake, dhe e pesta, vendosni qëllime të qarta, filloni sot, jo nesër. Filloni ndryshimin asnjëherë të hënë, por në momentin e parë që ju e mendoni. Dhe këto ishin këshillat e Martina Çobos, të falenderoj shumë. Kjo e fundit, kam përshtypjen më e goditura se gjithmonë dëgjojmë, sa bukur, të hënën do filloj. Të hënën do filloj dhe ajo e hëna s'vjen kurrë. Filloni sot, që tani. Kjo ndoshta është këshilla më e rëndësishme. Kishe prekur aty dhe shëndetin e syve, sepse ti edhe okuliste, kështu që mbulon edhe ato fush, kështu që pushimet të shkurtra her pas here për të ruajtur syt tan. Fakti që jemi gjithkohës me ekrane, syt rrezikon shumë më tepër se sa më herët, dikur apo jo. Eksaktësisht, ne sot punojmë, kalojmë pjesën më të madhe të kohës, madje edhe kur argëtohemi, kur çlodhemi, ulemi dhe shohim telefon apo televizor, kështu që pushimet e shkurtra janë të vetmet që mund të na parandalojnë. Personat që mbajnë syze për shembull, Erik, ke këtë problem dhe praktikon çështjen e të pushuarit vazhdimisht? Edhe doktor Eltoni ndoshta do ta pyesja, nuk e di, keni ju ndonjë ritual më të veçantë për ruajtjen e shëndetit të syve? Do ishte mirë të kisha, po s'kam, fatkeqësisht, sepse në të marrë me social media, të ditën në kompjuter, sepse bëj programet të klientëve, jam shumë kohë para ekranit. Është diçka që kam në luftë në shtëpi, më thënë, gjej mënyrë, edhe qentë janë ato që më ndihmojnë, për nxjerrje shëtitje. Unë kam përshtypjen që sot janë të gjithë jemi me syze, për larg, për afër, secili e ka një palë syze në shtëpi. Doktor Eltoni, ndonjë këshill në lidhje me të pushuarit e syve apo kjo që ta patjetër, është kjo që thot kolegja, domethënë në kuadrin e përgjithshëm, pushimi, sidomos tek njerëzit që lexojnë shumë, domethënë duhet patjetër, sidomos shkëputja nga momenti i leximit, edhe vështrimin pak më larg disa herë gjatë ditës, në mënyrë që mos të fokusohesh vetëm në një vend. Thënë, këto janë pak a shumë këshillat përgjithshme që patjetër rishikimi në natyrë, pra të parit të gjelbërës dhe të kaltrës, që është në natyrë e hapësirës në largësi, krijon një qetësim shumë më të mirë se sa në kushtet të brendshme për individin. Nga pikpamja natyrale, flasim terapeutike, por lehtësimi. Po kur jemi në ambiente të mbyllura dhe nuk e kemi ndoshta mundësinë çdo ditë të dalësh nga parku për të një shëtitje. Për këtë arsye rekomandohen ndaljet, pikërisht që edhe syri të ketë shkëdhjen e vet, të qashis. Duhet futur në agjend, pra të konsiderohet patjetër pjesë e planit të ditës edhe të mos neglizhohet. Xhenis, jam kurioze të di tani për aktivitetin fizik, çfarë ke përgatitur ti dhe do të doja të të ftoja për të vazhduar tek foltorja jonë dhe për të mësuar se cilat janë këshillat që Xhenis Rama, instruktorja e fitnessit, ka përmbledhur për ne në mënyrë që të na sjellë në vëmendje dhe t'i aplikojmë gjatë gjithë këtij viti që sapo ka nisur. Xhenis, fjala është për ty. Atëherë,
shëndeti mendor dhe shëndeti fizik janë një sistem i fuqishëm, i plot, por janë i përbashkët. Dhe nyja e lidhse midis tyre është pikërisht lëvizja. Lëvizja është ajo që krijon jetë, lëvizja krijon momentum. Dhe për këtë arsye, unë kam dashur të theksoj 5 këshilla se si ne të lëvizim sa më shumë, të jemi sa më shumë aktiv. Dhe do e filloja me këshillën time të parë, të stërvitemi për të qenë më energjik, jo vetëm për të dukur. Është shumë e rëndësishme që stërvitja jonë të na shërbejë, pra të jemi funksional. Nuk ka rëndësi më shumë ajo çfarë duket, po ka rëndësi gjithmonë më shumë se si ne ndihemi. Më energjik, më të fuqishëm, rrjedhimisht më të shëndetshëm. Të lëvizim nga pak çdo ditë. Nuk është e thënë të jetë një stërvitje shumë intense. E rëndësishme është të inkorporojmë çdo ditë të jetës tonë, një hecje, një ngjitje shkallësh, një shëtitje me bicikletë ndoshta. Të ushqim trupin me ushqime të shëndetshme dhe të shmangim ushqimet e shpejta. Patjetër ne jemi ajo që ham. Këtu mendoj se është e mjaftueshme për të kuptuar se sa e rëndësishme është zgjedhja e ushqimit të shëndetshëm për mirëqenien tonë. Të marrim parasysh rëndësinë e gjumit të plot. Një gjum i plot është e panegociueshme për mirëqenien tonë. Dhe të vëmë në prioritet konsistencën dhe jo intensitetin. Siç tham, ajo çfarë na jep rezultate është qëndrueshmëria. Gjenis, faleminderit! Faleminderit Gjenis, edhe këto janë sigurisht këshilla që vijnë nga një instruktore fitnessi ku patjetër që aktiviteti fizik është këshilla më e mirë edhe më e rëndësishme, por shoh që është vështirë të ndahet, sepse edhe Matina e kishte lëvizjen, edhe ti e ke ushqimin. Pra, ushqimi dhe lëvizja praktikisht janë të lidhura bashkë. Që është pamundur të flitet për njërin pa përmendur tjetrën. Ajo që më bëri përshtypje tek ti është që të shkojmë të bëjmë aktivitet fizik jo për të dukur, ose jo vetëm për të dukur, por të kemi parasysh shëndetin tonë. Është vërtet, sepse mendoj se e the këtë, çfarë ndodh praktikisht? Nga puna ime në palestër, unë kam vënë re që tendenca është gjithmonë të shkosh në palestër me ankesën që fillimisht nuk ndihesh mirë me pamjen tënde fizike. Ndërkohë që në fakt ka shumë probleme të tjera që fshihen përtej asaj që duket. Pra, shumë e rëndësishme që ne të jemi funksional, shumë e rëndësishme të ndihemi mirë me peshën, mirë me konfidencën tonë, të jemi mirë me energji. Diskutim me Rik si mendon ti, sepse më kujtua kjo që në zakonisht në pranverë palestrat mbushen plot. Sepse bëjnë gati për të shkuar në plazh. Pra është gjithmonë pjesa estetike që i motivon njerëzit për të vajtur në palestër. Që është okej dhe ajo, se shumë e rëndësishme, patjetër. Është okej, por nuk duhet të anashkaluar fakti që duhet ta konsiderojmë trupin tonë si një kopësht. Nëse ti nuk e mirëmban gjithë vitin, mos prit që të bëj kopshtari punën brenda një jave. Fiks, shumë saktë kjo. Pra fillohet në shtator, kur kthehemi nga plazhi, sporti për të qenë gati. Dhe nuk duhet menduar pra si një deadline fillimi verës. Nuk ka lidhje, s'duhet lidhur fare me verën, mendoj unë aktivitet fizik. Ky është gabimi që bëjmë. Kjo ishte edhe një nga pikat që më përmenda, pra jo intensitet. Nuk ka kuptim të jeni 2-3 muaj intensiv për të arritur një peshë të saktuar dhe më pas ndalon. E vetmja gjë që sjell rezultate është një qëndrueshmëri e qenurit aktiv në afat gjatë. Nga pak për ditë është më mirë se sa 2 muaj të vitit dhe shumë intens. Unë instruktorës po i pyes, po ju bëni aktivitet fizik, Buna, ti merresh me aktivitet fizik? Unë patjetër që po, unë shkoj çdo ditë, por dua të ndalem. Ecën nga liçenia apo në palestër? Në palestër, por çfarë dua të ndalem është, po çikosh, njerëzit më të lumtur janë ata që bëjnë aktivitet sportiv, fizik. Sepse nuk ka të bëjë siç e tham përpara vetëm dukja, por ndihmon edhe në sistemin emocional, në sistemin nervor, në tek stresi. Unë e kundërshtoja këtë, jo domosdoshmërisht njerëzit më të lumtur, se është hipotezë shkencore janë ata që bëjnë aktivitet fizik. Unë trajtoj raste që merren me aktivitet fizik dhe kanë probleme të ankthit ekzistencial dhe të problematikave të humorit që nuk vjen të lumtur dhe të realizuar. Madje unë shikoj dhe problematika shumë të shtuara që lidhen me pjesën e asaj që përmendi kolegja,
që shumica në vetë e praktikojnë si një trend për të qenë in dhe në me format të tyre të jashtme, pa kujdesur me pjesën e tyre të përveç rasteve që ndoshta mund të kenë një diagnozë specifike në përgjithësi, për të thënë gjëra në palestër patjetër që ndjehesh mirë. Lumturia që ndjen pasi ke mbaruar palestrën dhe del, apo vrapin apo ku ti çfarë, ndjehesh lëvizja në vetvete nuk ka të bëjë vetëm me aktivitetin fizik që është palestër dhe vrapë dhe po jo ndjehesh më i lehtë, shikon, momentin ndjehesh më i lehtë, ndjehesh më i sigurt të vetvete, më i fuqishëm fizikisht. Dakor, po jo dëshmërisht çdo individ çliron endorfina apo fiton kënaqësi bazuar vetëm aktivitetin fizik. Ka individ që vetëm me ecje dhe shëtitje fitojnë aktivitet fizik normalisht në mënyrë shumë të shëndetshme apo me aktivitete të tjera kreative të krimtarisë, të themi një piktor, i cili nuk vrapon, nuk bën palestre, çfarë do themi që nuk është lumtur. Për atë jesh kënaqësi të jashtëzakonshme, që sublimuese dhe vetëpërmbushse kur krijon. Patjetër, por nuk po flasim vetëm për të marrë kënaqësi nga aktiviteti që bëjmë. Ideja është që aktiviteti fizik në rast se marr duhet bëm për shëndetin, për të qenë të shëndetshëm. Kush tjetër që e ndjek që s'bën aktivitet fizik mund të ndihet keq, një moshë mesme që është në shtëpi dhe që nuk bën aktivitet fizik. Të mos ndihet keq. Ja, ne po themi që të bëjmë prapë, prandaj po e bëjmë këtë program, lëvizje, urali, shëtitje. Edhe vetëm ecja, edhe ecja është shumë e shëndetshme. Ai quhet aktivitet fizik. Arsyeja pse specifikuam, ne tham lëvizja është ajo. Prandaj dhe unë do ata specifikoja të përfshija lëvizjen të qenurit aktiv dhe jo izolimin fizik i cili sjell problematika edhe psikologjike pa diskutim. Absolutisht po. Për zemrën një pavarësisht nga forma e aktivitetit fizik, do me thënë që me ecjen, është patjetër ajo është minimalja, ne themi gjithmonë që duhet ecësh paktën 30 minuta në ditë, siç u përmend edhe nga parapolsja. Aktiviteti fizik mund të jetë i disa formave, mund të jetë ecje, mund të jetë not, mund të jetë lëvizje me biçikletë, mund të jetë palestër, aerobik ose jo, por e rëndësishme është që ne të jemi në lëvizje. Pra, lëvizja, çlirimi ose djegja e kalorive është ajo që bën mirë pastaj edhe për organet, për zemrën.